Idro, si që e përmenda dhe pak në hyrjen e parë që bëm, ti këtë vit ke pas disa arritje shumë të mëdha nga ana e jote si producent normalisht dhe si DJ, por ti ke pas një ide super kreative për të mundur për të shku viral. Nuk e di a e dije që do shkoj viral apo jo, ishte thjesht për qefin ta, thjesht e provove si gjë. Ti munde për të shku viral me një taktik e cila u përdor me AI, ku ishte për të marrë këngët e reja moderne për të rikthyer le të themi në vitet 80-90. Po me një sound pak më vintage, pak më jazz, më blues, më vitet 50, vitet 60. Okej, unë jam kurioz, unë edhe di se ma ke tregu, po besoj siç unë janë dhe shumë tjerë që të kanë ndjek në atë kohë. Si ishte ideja, si arrite me, si shkoj menje me Bukut Gjo dhe si e realizove me AI? Ishte një program apo si arriti me e bë? Është një website që të lejon të bosh muzikë sipas kërkesës tënde, që ti ja jep prompt aty me një shkrim, me një, për shembull mund t'i thosh AI e para punës quhet suno.ai ose .com nëse s'gabohem. Pra programi që ke përdor ishte suno.ai, website-i. Okay. Suno quhet. Ku aty ti mund të kërkosh një këngë sipas dëshirës tate, mund të thosh më bëj një këngë reggaeton, më bëj një këngë jazz, më bëj një këngë, nuk e di, çfarë do nuk ka kufi aty domethënë, po. Ti jep ndaç, ti mund të kërkosh asaj të bëj edhe tekstin e këngës. Okay. Ndaç mund të japësh edhe ti tekstin tat. Okej. Unë këtë rast mora këngët që janë gjatë famshme në Shqipëri, domethënë që ishin virale, dhe që ngjoheshin për momentin. I mora lyriksat, i vuna aty në... Dhe normalisht zgjodhe dy skaje super të kundra, pa i këngë moderne, le të themi ose i pop pak e egër e ke kthyr në një këngë si country vjetër. Këtë tekstin ma bëj që ngjaj si sound viteve 50. Okej. Jep generate, për punë 2 minuta që të nxjerr dy këngë me të njëjtin tekst. Ato që keni ngjuar në TikTok domethënë, që janë bërë super virale. Thjesht ajo ta ndërto të gjithën, e ka regjistruar, e ka mix masterizu këngën. A shkoi video direkt, video e parë virale apo ishte video 2, 3, 4 dhe ishte si tush ide që ti vazhdove me i bë. Unë gjenerova një 7-8 këngë mos gaboj. Okej. Edhe i hudha atë not që i gjenerova, i hudha direkte. Okej. Të nesër vetëm kishte shpërthyr ajo kënga Mosit, kishte shpërthyr kënga e Light. Okej. Viteve 50 edhe vetëm po bonin njerëzit video në TikTok me soundin tim. Ishte shumë viral, më thonë, edhe views-at më shumë të që bona Mena Notës, që kanë pas statistikat, kanë qenë 900.000 views Mena një notë. Mena një natë, pra imagjino që kësa viral ka shku. Në total, për një muaj më këtë qenë profili im, 13 milion views. Okej. Kush ishte nga këto videoja ose le të themi kënga në thonjza më virale që shkoi? Kush e mba vendin e parë? Mosi do të ketë qenë Mosi se po Mosi. Mosi, ja. Ajo ishte më virale. Misteri. Që ishte në viteve 70, viteve 80. Vite 50. Gjitha viteve 50 i kam shkruar, gjitha vitet 50 i kam shkruar. 50 kanë qenë, pas edhe prompti ishte 50s, vetëm kaq shkruaj, nuk asnjë gjë tjetër. Tekstin e këngës edhe prompti 50s, edhe generate edhe dilte. Pra ti më the që nuk e dije që kjo gjë do shkote kaq viral, ishte thjesht gjë më e provu, thjesht për të bëj content për TikTokun. Po, edhe desha me i hudh, thash, ata përzi profilin tim me kështu gjona, AI kështu apo jo, po thash, hajde ta udhë se ngjante e veçantë ajo. Besoj bone zgjedhjen e dur se TikToku nuk është se mbahet për një platformë tepër serioze, pra ti nuk është se kishe për të bëu ndaj. Po unë ashtu e mendosha në fillim, pastaj. Okej. Pa le të themi ishte zgjedhja më mirë që bone. Dhe diçka besoj shumë e rëndësishme dhe shumë e zgjuar që ti bone është që përveç pra ti morë një farë audiencë prej këtyre videove dhe nuk e le vetëm aq, po vazhdove duke reklamuar dhe profesionin tat vërtet ato që di më bë më së miri. Po DJing, mixing, mashup e gjona. Përdora këtë strategjinë me këngët e AI, përdora për një 10 ditë maksimumi, besoj 10-12 ditë. Edhe ndërkohë që isha duke publikuar edhe këto knjega krau tjetër, isha duke xhiruar edhe video me miksime, DJ që po bashkoja këngë me njëra tjetrën që ngjashin lezetshëm. Okej, do kalojmë dhe aty pak më vonë. Do të përmend edhe pak. Do të më thon diçka edhe këtë që kam pa që diku tek një muaj e pak mbasi ti ke nis me bë këto me viteve 50, kam pa edhe disa account-e tjera që jam mundu me bot njëjtën gjë. A kam bë mas 2-3 ditësh e kam bot njëjtën gjë. Mas 2 ditësh pas kam pa më shumë vënes. Çfarë mendimi ke për këtë?
free for all është. Free for all. S'm prishi puna as. Pra nuk është se unë ndjeve në një mënyrë çuditshme që si tush ta morë një ide që ti e kishe dhe mundu me bë. Jo, sa unë isha të shu strong për vete, kështu që edhe ato të shkonin strong, se unë nuk është se unë s'di të kesh shkuar një nga ato të tjera shumë viral në krahasim me ta. Ja 2-3 kong kështu tek tu kanë qenë që shkuan viral, ja 2-3. Po aq se të tjerët pastaj s'dishin më i boss. A ke një plan tjetër me AI-n për ta përdorur për të shkuar viral? Okej, këto ishim i 50. Çfarë mund të bësh tjetër me AI? Se di që edhe njeh më shumë. Mundesh me bë. Po jap një sugjerim, mundesh me provu salsa për shembull, ose salsa. Ose çfarë është ajo bachata, ajo këto spanjollet, kështu edhe këto kongët spanjolle, flamenco, salsa, bachata, po ti vesh aty te AI, tekstin. Ti vesh të promptin, dalin gjona të zezshme, kështu që provojeni. Rap